Pjesa e dytë, dashurmiq, Fall Doors, dyert e blinduara, ato që të pengojnë të dalësh nga nia në hënë dhe të pengojnë të hysh, në rast se ke ngel jashtë. E rëndësishme është që këtu janë dyert e blinduara më të cilësore në treg, të brendshme dhe të jashtme, kështu që ju e dini shumë mirë, Fall Doors, pjesë e familjes së madhe, Aredofo. mos e harroni. Ç'është kjo Zarathustra, çfarë filozofi është kjo Albatrosi? Si person. Domethënë ky profet si persisë lashtë. Sektoriot ky. Zarathustra nuk njihet nga religionet tjera si zyrtarisht si profet, por konsiderohet si i tillë në praktik dhe religioni që ai ka transmetuar konsiderohet ndër religionet më të vjetra monoteiste në botë. Është në kohë i gjithë civilizimi i vjetër pers e ka pasur. Ka predikonte ai ndryshe. Tash është kur shikuesit tanë ta dëgjojnë këtë, do ta kuptojnë pse persët, një popull kaq i madh, me një traditë shumë të madhe, mijëra vjeçare, me një kohë shumë të shkurtë e pranuan Islamin. Arsyeja qëndron se Zarathustra ka predikuar besimin në një Zot, ka shpjegon domethënë që besimin në jetën e përtejme, edhe është një detaj shumë i rëndësishëm. Në Islam është ajo ura e siratit që thuhet që të shpirtrat e njerëzve kur dalin në botën tjetër do të kalojnë urën, besimtarët do të kalojnë anën tjetër përparaj, pa besimtarët do binë nga ura, edhe ky religion e ka një koncept të ngjashëm. Ata thonë që besimtarëve do ju zgjerohet ura, ndërsa pa besimtarëve ura do ju ngushtohet, në bëhet më e gjilpore dhe pastaj do bie në humner. Me pak fjalë ka thënë që të gjithë ne kur të vdesim do kemi një gjyq, domethënë përballë Zotit, ku do të ndahet pastaj vendi. Edhe tjetra që është më e rëndësishme, pjesëtarët e këtij religioni luten 5 herë në ditë. Domthonë varësisht për lëvizjes së diellit, që është po ashtu shumë e ngjashme me Islamin. Dhe këto kanë qenë arsyet pse ky popull kaq i vjetër me një kohë shumë të shpejtë e ka marrë Islamin dhe është bërë domethënë njëri prej popujve dominant në botën islamike, sepse për dallim prej arabëve, arabët kanë qenë kryesisht analfabet, ndërsa persët kanë pas biblioteka, kanë pas shkencë, domethënë gjithë shkencëtarët e mëdhej, gjithë mendimtarët e mëdhej, të cilët konsiderohen pjesa më e madhe e tyre që konsiderohen mas shkollën e famshme të Bagdadit e tjera, janë persë. Ka qenë një figurë shumë frymëzuese, e cili madje ka frymëzuar edhe Nietzschen. Jo, unë vetëm një gjë prandaj. Zarta dhe Mbyllcako. Një gjë të shkurtër, prandaj u diskutua kaq shumë kjo deklarata e Trumpit që unë do të zhduk një qytetërim të tërë. Ai nuk është thjesht një qytetërim. Ata janë persët, pra ku ka lindur arti, shkenca dhe shumë gjëra të tjera, prandaj arkitektura dhe gjithçka, domethënë nuk mund të zhbëhet kjo me një klik apo me një status siç bëri Donald Trump dhe kjo pati një ndikim shumë të madh te opinioni i njerëzve. Në fakt dhe unë të do thoja pak a shumë si Albatrosi, që ai dha konceptin e të keqes, të djallit dhe të gjitha këto dhe pastaj u përdor edhe si frymëzim jo vetëm si profet, sa mira vite para Krishtit e ki parasysh. Po, të gjitha mësimet e tij pastaj edhe shkrimtar të ndryshëm. Po, shkrimtar të ndryshëm siç ishte edhe Nietzsche që shkroi librin Çfarë tha Zarathustra, domethënë ka shumë mësime. Tek libri kryesisht janë këto mësimet për konceptin e mbinjëriut, por në thelb të figurës së tij janë të gjitha parimet edhe vlerat morale që njerëzit duhet të kenë në këtë tokë. Kam lexuar një historiane Albatros këtë ditë që lidhet me deklaratën e Trumpit që do zhduk civilizimin, sa i faj çik në mënyrë të papërgjeshme, po s'ka pas synim ato ndoshta. Dhe tha, kjo perandoria perse ka pas një specifik në dallim me gjithë tjerat se çdo pushtues që shkonte për ta pushtuar atë asimuloi. I pëlqente trinda atje dhe më kujtoi filmi me Aleksandrin e Madh që shkoi atje u futke ato jeta qefit atje, harroi fare Maqedonin, pra të bënte për vete ky vend aty brenda, gjithë pushtuesit i bënte për vete. Është vërtet Cako? Dhe çfarë është kjo Zarathustra? Shiko, në persin e kohës së Zarathustra ka ekzistuar 1500 deri 2000 vjet para Krishtit, domethënë mendohet, dhe ka shumë studius okultist të cilët deklarojnë që Zarathustra ose Zoroasteri, siç e quajmë neve, siç e quajmë, ka qenë së bashku me Orfeun dhe me këtë Abrahamin, kanë qenë tre nxënës nga tre lloj qytetërimesh të ndryshme, të cilët thoti ju ka mësuar sekretet e mëdha mbas përmbytjes së madhe.
Dhe këta kanë quar kulturën e tyre filozofike, qytetërimore dhe religjioze në popujt e tyre. Po të shikojmë, populli persian, pa lindur Zarathustra, ka pasur konceptet fetare vedike të indianëve. Më vonë, në moshën 30 vjeçare, kur ishte Zarathustra, ai pretendonte që pa disa vegime ku politeizmi rëzoj nga ato vegime dhe i flitej për monoteizm. Pra, këtë botë nuk e kanë bërë shumë perëndi, por e ka bërë një perëndi e vetme, të cilën ata e quajnë edhe sot Aura Vezda. Por përveç kësaj, ekziston dhe një qenie tjetër super inteligjente, ka qenë i pari që i ka thënë këto Zarathustra, e cila quhet Ahriman, që është zoti i errësirës dhe që përpiqet ta luftojë dritën, po djallin. Çifutët ose xhuiqët ose hebrejt mund t'i quajmë në atë kohë, ju prish tempulli i parë i Jeruzalemit, i ndërtuar nga Solomoni dhe Davidi, dhe në vitin 681 para Krishtit, dhe këta u morën peng dhe u quan nga Nabukodnosori, që janë dhe ajo opera e Verdit, Nabukoja, u morën dhe, flet për këto ngjarje, u morën dhe u quan në Babiloni, ku 50 vjet më mbrapa i çliroi Kiri, i cili mendohet që ka qenë Dardan, një sklav Dardan që u bë mbret, dhe i çliroi dhe i liroj përsëri dhe këta shkuan ndërtuan tempullin e dytë. Çifutët kur kanë vajtur ose hebrejt, mund t'i quajmë, s'ka problem në këtë rast, hebrejt kur kanë shkuar në Babiloni, kanë pasur për botën e përtejme ato librat e Joabit që i thonë ata, dhe që kanë pasur Shoelin, që ishte bota e përtejme, ku djalli ose në fet ndryshme, ka emra të ndryshme, djalli konsiderohet si prokuror në oborin e qiellit. Ndërsa këta, duke mësuar nga Zoroasteri, këta e hoqën nga obori i qiellit dhe e bën përfaqësuesin e errësirës. Po të shikosh një nga gjërat kryesore që ka Zarathustra në filozofinë e vet, thotë që njeriu ka vullnet të lirë dhe nuk mundet që fati i tij të përcaktohet nga ky dualizëm midis Aura Vezdës dhe Ahrimanit. Dhe ai thotë që njerëzit duhet të luftojnë dhe të bashkëngjiten perëndisë së mirë, duke luftuar me fatin, me rrethanat që krijohen, të mos dorëzohen dhe të bëjnë evolucionin e racës njerëzore, duke ecur gjithmonë drejt të mirës. Për Zarathustra ishte gjithçka për sot. Lajme Top Channel, por 4 elementë secili nga ju do më zgjedhë, se sot një javë kemi fituesin e Big Brotherit. Kush i zgjidhi pari? Rizarta, shpejt, një emër. Selin. Jo, duhet ndroni. Mateo. Një emër tjetër midis Miri ose Rogertit. Mos më gatro mua. Një emër shpejt. Rogert thuaj. Se gaboj pasaj dhe më thonë njerëzit. Po jo, me që u zundë Albatros, e ke një emër? Rogerti. Ishte gjithçka për sot. Lajme Top Channel, ju presim javës tjetër. Javë të këndshme.